Partia Demokratike ka kërkuar mbledhjen e Këshillit të Mandateve për imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, pas kërkesës së SPAK. Kreu i grupit të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka deklaruar se tashmë kanë kaluar 3 javë që nga kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit, por socialistët po fshihen, njësoj si ata që kanë shkelur ligjin. Sipas Bardhit, ky është një rast i paprecedent kur Këshilli merr kaq kohë për shqyrtimin e një kërkese të SPAK. Sigurisht që me përgjegjshmëri të plot, ne 5 antarët e opozitës do të vijojmë të këmbulim për shqyrtimin pa vonesa të kërkesës së prokurisë. Sot ka skaduar edhe afati 3 javë kohë që i dhan të pandeurës Balluku, nuk ka më asnjë alibi për të mos thirrur mbledhjen e Këshillit Rregullores të Mandateve dhe duke nisur nga dita e nesërme, çdo sekond vonesë nga thirrja e mbledhjes nënkupton shpërdorim detyre pra kryerjen e një krimi nga ana e kryetarit të kuvendit, i cili në kundërshtim me rregulloren ka vendosur të bëhet palë për të penguar drejtësinë. Dhe pas një diskutim që ne do të përgatisim me përgjegjshmëri të plot edhe një kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj kryetarit të kuvendit. Ky dokument, që është ligj dhe çdo veprim i kryer në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, ka pasoja ligjore. Pas një diskutim që do të rithrasim mbledhjen e Këshillit të Mandateve për ditën e enjte. Mbledhja e Këshillit të Ministrave edhe një herë nuk është njohur nga antarët e Partisë Socialiste, të cilët nuk kanë shkuar. Këta të fundit, ashtu si dhe kryeministri Rama, kanë deklaruar se Këshilli i Mandateve nuk do të mblidhet pa u shprehur fillimisht për çështjen Balluku, gjykata kushtetuese, konkretisht në 22 janar. Ndërkohë, në rikthimin e përgjigjes për kërkesën e fundit për mbledhjen nga opozita, kryetari i kuvendit Niko Peleshi shkroi se Këshilli nuk do të mblidhet pasi e pandeura Belinda Balluku kishte kërkuar 3 javë kohë për njohjen me provat e depozituara nga SPAK.